Unë në fund ditës nuk bëhem dot politikan se unë kam shumë fiksim pastërtin, edhe it doesn't end well for nuk mbaron mirë për politikanët që janë fiksuar pas pastërtisë, që spin duhan, që janë komplet rregull, zakonisht nuk mbaron mirë. Kështu që jam më rehat në sferat e tjera të kontributit publik dhe jo në plakun se duhet të kthejmë një farë lloj regjimi në Shqipëri, nga që është vend i vogël, domethënë dhe deri diku i bosh nuk të kthejmë kështu një si tip Republika Romake, domethënë ku kemi vetëm konsull. E ke parasysh? Edhe duhet të bëjmë do të kemi atë ligjin diktator vetëm për 6 muaj si Ulçi Zari, domethënë, edhe aty do ikte vllai do bënte një mandat direkt. Unë politikan bëhem vetëm për të qenë diktator. Po si diktator nuk merrem ose të fillojnë tash, jo, po nem këtë të jap një votë etj etj, po ikë vëlla, o e bëjmë ose bëjmë, çau, bashkë për pas. Po hipokrit jam unë tash, që dua demokracinë. Duam demokracinë, po unë jam diktator. Kështu që mos më votoni mua njerëz. Mos më votoni mua. Shkatron karrierat tona politike pa filluar. Just burn the boats. Digjeni anijet para se të digjeni anijet përpara se të filloj, përpara se ato intrusive thought që të bëhesh politikan të vinë në mendjen tënde, ta dish që e ke dhënë në fillim, do të thotë që ajo tema është mbyllur edhe hajde vazhdo me të tjera gjëra.